Po, kjo mundësi që mu ka afru mu, ka unë diçka që se kum prit asë ne, po ka shprej interesim klub edhe e kum shfryzu që ato në maksimalisht kur im konë atje edhe pres me vazhdu alo. Qysh është ndjenja? Një futbollist që në moshë të re e jep maksimumin me tregu veten, me bëu gjithçka, po kur vjen një ftesë si kjo është pak. Po tash çu ke reaguar në ato momente po më intereson. Futbollisti është me dal jashtë edhe me kallzu talentin, me bë kontratë me një ekip, po eksperjenca e bazallu kon diçka tjetër. Ma ka jap një motiv, një diçka më thonë nes emocional. Veç që jap më shumë se ja vlen ki talent edhe e kum shfrytzu. E ke ditë për çka po shkon? Po e kum ditë për çka po shkoj, e kum ditë arsyeja ja pse jem nis atje, mas sportin e. Çatë rrugtim se e kum mur. Kur e kum mur çatë rrugtim e kum ditë që nuk ka më nol. Veç për para, tash me çatojmë të vazhdo alo dhe të me super. Tregom çysh kanë prit trajner, stafi lojtar, çysh ka kaluar si çka qenë si provojë? Stafi ka qenë shumë i mirë. I falenderoj shumë edhe për mikpritin ata. Edhe tash ti kusht aty që kanë edhe atmosfera sa ne kanë super. Edhe bashkëton ka prit mirë, edhe pse tash aty ka çdo farë lloj lojtarë që në çdo shteti tjetër, tash unë jam shqiptar. Edhe tash ti kol ndoshta një lojtar që aty vjen me naudi se diçka më unë e kum kallzu vetin i disiplinum, i kum përshëndet edhe